Përshëndetje miqtë e ekranit të televizionit UTA, takohemi në emisionin Portreti së bashku në këtë emision të fundit të këtij sezoni. Unë sot kam dalë nga studia televizive emisionit Portreti, kam ardhur tek Feriha Llunji, e cila do të më flas jo vetëm për këtë çfarë shohim këtu, por do të na flas pak edhe për jetën e saj, do të na flas pak për vajzërinë dhe kur e ka marrë këtë zenat që sot ajo e bën më mirë se të tjerët. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se keni ardhë. Faleminderit që më keni ardhë me përkujtu edhe me pa që ka punaj unë. Unë punaj qysh vajzëni. Vajzë kam qenë 12-13 vjeqe. Vullneti jem ka qenë një ke punë. Ka e lutë prind me kryre shkollën, për vullnetin e kam pas makinën vetën me punu. Me matë qef, edhe me ka plecu për e një dëshirën. Na tregu pak në cilin vet jeni lindur, si e kishin emrin vajzë, nga cila familje vini? Na jena prej Kalas, familje Bushati. Lindën 55 në sene, vajzë pi babës e pi nanës. Baba Smajt Bushati, nanën e kam pas Zolfije Bushati. Çfarë marrë? Aja ka qenë punëtore madhe. Për saj kena marrë në paksa rëndës për nanës. Si ish nana baba, ashtë të bahën e fëmit. E ne kena vrapure në fëmit. E në 2 motra e 2 vlazën. Të 2 vlazën të kam me shkollë, një qëre mu ka dash baba me dhanë shkollën, se ka pas qef shkollën shumë. Për mëndimi jem ka qenë kja dëshire jeme me marrë zanatin. E me ka plecut për një dëshirën, zanatit është ka vjeftë. Je mërtu, 17 vjeqe, ka marrë kanak burrit, një kanak me vërtet familje e mrekullueshme, si s'kam pas kur probleme, aq me burr, as me hanko, me aga, se unë kam gjithë me vërtet një hanko të mrekullueshme dhe agan, si më kajnë respektu mu, si kur nuse, familjen teme e tanë. Na tregu pak si ishte koha 17 vjeçe të shkoje nuse. Na flisni pak cilat ishin ndoshta adete që sot nuk janë më. Ja, ata adete nuk janë më, veç muradi janë të i majtë paksa, për si e mërtu une, ka qenë mërtesa jeme në fejes, ashtu me shkusi. Shkusi me ka ba teze jeme. Se e kam ala gjallë përshëndes, a jem ka vanë këto të familje në Llunj. Unë kam qenë 17 vjeqe, kur më ka lutë baba, musë më ka gucu baba më marrë, not me më forë, më feju, nana, se ka qenë marrë atëherë me tarë baba, me të vetu i masalla. Nana, në vajzë, një ke filan, njeri o për të lëpë, a je raziti nanë, bani që këtoni. Po, a remi nanë, ja, nuk ishe re. Amira, i pari, 2, i 3, ne për vajzën me veti ka i farë për para. Për shkëru, kismet, faleminderit për Allahut, shumë bukur. 54 vjetë më batë mërtes, për shënat lezet, familje burrit. Kam 3 fëmijë, 2 varë dhe 1 djalë, si e kam pas jetën shumë të lumtur, me zanatën, burri zanat, si kene një mu një tjetrit. Po na flisni pak, sa ishin kushtet e vështira në atë kohë? Në atë kohë nësë kene pas kushtet vështira. Babas na ka lanë me hekeqkur, edhe nana. Ka i punu, në tiftu drejt, ka i punu si babë e nanë, nuk ka lanë fëmin me hekeq. Niq kene vrepure na, unë si kur vajzat tyne kam vrepru në ashtu. Kam pas qef dinarin një vetë. Në ashtu kam pas qef me majtë familjen me djerës vetë, e me mund vetë. Ka qenë koha për para kush ma keqe, kush ma mirë, për printimi ka i punu. Ka i pas restorantin i vetë, ka i punu revazënt me babe me nanë, si në familje gjithmonë kena punu me prind. Na ka pas baba e nanë në rrëth, në edukatin i tyne kena marë. Ish lezet edhe në fëmija kur të vrepen më sprindit. Nuk dahat për prindit, edhe mërë të stavin atë veprimin një prindit. Edhe nanës, ne kena punu gjithmonë me nanu, nana punon të gjëqef, unë më te,
Unë kisha qef gjithmonë makinën, punën I dorës, e punë e dorës ka dalë për e qeves. Kur ishte, a mbani më ndoshta kur ishte punimi I parë që ju e keni shitur? Punimi I parë ka qenë me 71-shin. Kur e kam shit, nuk pa jena përmën, ish martuja, ishte gru, në halë të re, I kam punu Birelihin. Në vlakat, me klyf, kanë qenë për para, I kanë që në përqesa, në vlaka, Jergana, Dekica, me të plote, të shka nërshuje ko. E për para ka qenë lezet, me folë drejt, I kena maj 3 ditët, në ashtu si kam pas qef një maj 3 ditët, ashtu jam të vrapure unë të maj 3 ditët tona. Po, në tregoni pak, sa ish zbehur, sa ka nikur, cilat nga traditat, nuk flasë vetëm për veshjet ulqinake, flasë ndoshta kur shkon nusen një konak, cilat adete janë bërë për para që sot ndoshta nuk bëhen. Si ishte ato dit e para nuseris? Unë për ditej shemullin tëm. Po. Ka qenë me 73 sena, kur jem mërtune. Atëhe ka qenë me vërtet me shkusina. Nuk ka dalë djali me vajs, më njëftu me shkusin. Jem mërtu, atë natë ka I majtë me have dë barë, qëtë natën. Një nesre ka njarë krushkat. Pi gjithë mi ka njarë krushkat me më tha, një nesre më ka I vesh të kymi. E janë mledh 20 vete gra. Pashën atë zet ka qenë me fërtet, aja një tradita bukra, dhe që kene lanë tanë. Mas 3 ditve, më vetë vjehra mu, nësa ke qef më shku ke baba, ja ju thëmë hanko se vingu rabijat. Na ka njarë më sekur, 3 rabijat. Një pa, ja ju thëmë se na vingu rabijat, sonë të parim shpi. Na ka njarë 3 kitë rabijat, mësë një gjuman ka qenë vajza më shku ke prindi. Me fjetë? Me fjetë pa. Një natë ka fjetë gjotë më në vajza. E kam fjetët natën, një nesë më ka arë mësë një kunata, më ka marë. Si ishte, të martën qëndroje vetëm ditën, ndërsa gjuman të flije një natë. Një natë vetën, gjuman, ke fjetë, e shtunën, ke arë ke burë. Një natë vetën ka qenë e, si me fjetë. Ishte më mirë. Me thy paksadin, me thy e 3 ditën, me nusë lukut. Po, në tregoni pak, si ishte më mirë, atëherë t'ju përmbaje këtyra, apo sot që ndoshta nuk ju përmbajemi shumë? Ja, nuk ishe, atëherë ka qenë ma në rësh, edhe në ka I kena majtë traditët tona, e të shëqës I ka ardhë ditër e varzëve, e treve, sërë ata traditët si kena pas, në kanë qenë paksa ma adin, ma të moqme, për shëqës I ka ardhë e varzëve. Kënaqem, kur vinë varzët me marrë të kyme, se unë fonuzej ere folklorat. Si kam pas qef gjithmonë me majtë traditat. Fonuzej folklorat, fonuzej nusën si dhe me vukunor. Nuk ka mundësi dikush mi ba, vjen për një dit e mërë, veç të mahen traditat tona. Mës mes kja traditat, mës mesin vesha jonë, se ishtë një vesha bukur. Unë nuk merrem vetëm me një vesh ulqinit, merrem me të Kosovës, merrem anës malit. Me ta kam qef veshët mi majtë. Gjithë se cili vend me pas ata me majtë traditët e veta. Ishte zetë, pëse mësë mi majtë traditët se aja në ngritër e vendin, qytetin, njerin, ta, ishtë bukur të mamë traditët. Të kam betur ndoshta ndonjë gjë në jetë pik që nuk e ke bërë? Ja. Ja. Tanë dëshirët mi ka plëcu përënia, tanë të mirat. Veç ishala I ka me jetë, u ladët, gjithë shka kam, se jam në ndaj e gjyshe, në 10 nipa, e 40 nipa. Pi mesës e nipet. E jam e knaqën shumë, njëtë, e jam e lumëtur, me folë drejtë, falimines për Allahot, si me ka plëcu dëshirët tanë. Që për e me zanatë, ka majtë shpinë, kanakun, unë ere burri. Ere burrin e kam pas zanat lirë e puntur. Me zanat kam punu, nuk e kam shtru dorën kërkuj, me I këtë zanat kam jetu. Të flasim pak për teshat ulqinake. Ne e dim që takymi, si që themi ne, e ka këtë ka tërtilen, ka jelekun, ka këmishen, I ka këto, por
mos është ndryshuar ndonjë gjë ndër vite, flas tek Tërtili, apo na flisni pak si ishin dikur dhe sot. Tërtili nuk është ndryshu, se Tërtili është pi Franca. Pak kish ma i verdh, adin, ma i bukur, ma i verdh, sot është dojnë të retë ma të bukur në ma të verdh, edhe ma të mushu një lekë. Për para ka qenë, kur i kam mërtuën, ka qenë një lekë ma pak lule, edhe ma i letë. Edhe ma nën, ma i shkurt. Brezi ka qenë me qevre, ka ndryshu, të shë kena bak 4 qoshe. Këmisha ka qenë materiali shumë ma i bukur që të kam qitë, për mi pa, këmishën si ka qenë 150 vjetë kja këmishë. Gjyshja jeme, stërgjyshja jeme ka vesh këtë këmishë. Babe i babës e ka vesh jelekun. I ka majt, i maju në të traditat të moshme. Po pse ka një ngjyrë pak më ndryshe? Ma ndryshe, ka qenë kja. Ma ndryshe ka qenë këmisha. Për para ku janë vesh. Po një punim shumë me i plot. Kja nuk ishte Ulqinit. Kja ishte pi Shkodra, vendit Bushat. E unë e kam pas gjyshen pi Bushatit. Po me kë përngjan tesha ulqinake? Me Shkodër, pa kësa lidhet. Ere në këtë të shalin e kena basi Shkodrës, e jelekun e kena ndrysh. Jelekun e kena shumë atë bukur. Me 8 kolla. Po ta krasojmë pak ndoshta dhe me veshjet e tjera, kush e katë? Kush e mban kolorin nga këto veshje të rrethines? Nuk di sa man kosh, adin veç Ulqini e kena shumë të bukur. Unë për Ulqin adin nuk e vjafsaj as njënë si me Ulqinit. Edhe Shkodra ka të bukur, veç Ulqini e ka shumë bukur. Shak nuse, trejat kur vinë këtu, se unë një vesht komplet tres, se unë një bajtan komplet, peben e bregve, brezin, këmishën, një lekun, hilalykun. Komplet. Je vesh ma për para, e shikej ku janë gabimet, je ka disim që ose ka nevoj dhe një gabim, je ka dis, jes pa kova se shtin celofan, e në kuti. Vajzë dhe laknaqëm. Dhe ke pa thot lumë shindurt. Po, janë duke i bërë të rejat sot takymet, apo ndoshta dhe nuk ju kushtojnë rëndësi? Pa, ja banjë, i banjë, të anë tretë të rejo kushtojnë, besa e veshë. Tash janë të i veshë, vege, se pashkojnë krushka, ka 20-30 veta, pashkojnë krushka, më marrë nusen, i napi rëndësi. Ja, ishë bukur. Me qenë se përmende krushka, të flasim pak për darsmat si ishin dikur. Qëfar në bani mend? Darsmat bukra kanë qenë. Kena ba darsmat për para, një avdet ka shku, kur ke dash mu mërtu vajza o djali, një javë s'ka prajt shpia. Kena shku, për gjithë natë muzikë e pas. Jo më dajre, jo varzat vetë kanë këmu, ka qenë pashanat lezet e të herën. Të shmas pa ka, veç mëradi ka qenë për para lezet, mërtesat, ere kur ke shku me marë nusën kanë qenë njështo njësej me dajre, bukur ka qenë e atëherë, për e të shma bukur. Tash janë të bërë bukur. Ndoshta na shohin edhe shikues që nuk i din adetet ulqinake, na tregoni kur shko të merret një nusë, cilat janë ato adetet që ja bëjmë. Pa krushka i parë ishtë në kunata. Shken, aja vishet me të këm. Janë tanë nusët që janë veshën me të këm, kajnë rëndësi një parë me hyj ma për para ata, si janë veshën me të këm. Kunata shken drejt e ke nusja, nusja ishte pështjelën me dovak, e vumën dovakon kry, je qenë kunata dovakon, je në bombonën, nusja në të moment, se ja pëth kunata në 2 anë të faqes, ja pëth edin, e ja ullet mësë një herë, e ja veshere pucët. Se e vesh pucët, nusja atë bombon, je në një shoqes. Si me pas fatin e shoqja më shpejt më feju. Ashtu ka qenë për para, krushkat janë vëmu, kanë në për riga, nusja kanë disa ka dalë krushka ka dalë para, hala ka majt o nenja, a ka i majt nusën. 2 veta, 2 të moqme. Ka qenë nusja me 2 të moqme dvarun kë murje. Në murje zhvu gjithmonë që shafi bëjbakam. Nusja ka qenë që shafi bëjbakam. Ka qenë për para, interesant është, adin me fol drejtë është ka ndryshu.
Gjithë qila gja, për mahen mën. Unë për më din mahen mën ata bukurinat që kena kalu na. Shumë bukur ka qenë. Unë pa tham një mërtes shumë bukur e kam pas, kur jam mërtuën, baba më ka vënu tovlinën, kam në restorantin me tanë, me meze, me gjithë shka që ka qenë për para. Të shkush bërë ma për varza? A ishe mu baba gjithmonë, për varza i ka ba, e djenëve tanë bëna ka ba, mërtesat si ka pas qepejve. Me qenë se përmende sa kanë bërë babalarët apo familja për vajzët, të flasim pak ndoshta dhe për Hilallykun. Për atë originalin, i cili është bërë me arë, cila ishte jo vetëm vlera saj, nuk po flas monetare me pare, por kur ja blinte babaj vajzës, ato që i kishin mundësi, pse i blihej? Çfarë fshihim mbasaj? A ishte një qeza, babës, e nanës, se e napin uradet për një pas, kujtim për primve. A ishte ka qenë dhurata ma madhe për babës e për nanës. Tash për bahen limuzina, frizidera, shporeta, atje nuk ka qenë, e ishte nap Hilallyku me Florin. 50, 48, 51, Florin, me tanë Florin, me arjet. Hilallyku ka qënë gjithmonë, a i si ka pas mundësin, ja ka ba varzave. Gjithë cilët varza ka pas Hilallyku një mirë. Aja ka qenë ma rëndësishme për qesë, atë se vajzu si ka i napë, kur jam mërtuën e kam pas paj qëfër paje, më të ri ka qenë një styk për para, mëse një qërshaf, ka 30 postelina, kam pas dekicje, jergana, paj sa dush, të shtu pëqojnë, të shma pak, për ma mirë, ma letë. Për para na ka dhanë prind, naja ka qenë qeze vajzës. Na te kena marrë na pi babës e pi nanës. Edhe i kena kujtime ala. Unë ala gjati babës e nanës i kam. Edhe Hilallykun i babës e nanës i mi ka dhanë. Tanë veshën teme, bami pana ashtë i ruj, gjithmonë traditat i mija, gjatë i mija. Po të flasim pak ndoshta si ishte rregulli, apo si ishin adetet nusja, karshi, vjerës dhe vjerët. Respekt. Ne kena pas respekt shumë. Je qunë atje, ke respektu hankun, ke shkuj ke formi i mjesi, ke kap dorën, ke pun dorën, ke bata mëna ke dera, të shmas ka të menana. Ke shkuj mrem ke dera, të mëna mi mjesi, se s'ke mujtë më forti. Gjave një par s'ke fort, veç më të mëna i ke thanë mi mjesi. Ke veta gan, a hankun e një për kafe, e kena ba kafe, mëse ke kap, ma hankun që do të më ba me njësi. Ka që respekt tjetër, ka që respekt shumë i bukur. Me vërtet, për të shka nëshu shumë, të shka nëshu. E të baba, për smarit e të spuna. Po në tregoni pak e shohim që kjo dhoma këtu ku jemi ishte mbushur plot, sa keni punë? Punë kam ba, era kur hy këtot, qefi jem, kur më pushojnë të andamartë. Pse kam qef këtë punë shumë. Era punej ma ki 4 me qef. Kje punë bege kam, veç që kam funuzure motrën, i punen me mu, kam shtim punë, vajzën kam shtim punë, nusën kam shtim punë. Si më një mojnë. Se unë jem vetë, nuk më mi danë kry, e më një mojnë rëtën. Kush po merë zënatin tënd, ku je duke jadë? Motrës që kam dhanë, ere vajzës, ere nusës me kësule, me këta Hilallyqet ka fillur aja, ere jelekt. Po mbesëm, duke se e ke edhe një Pare besë në mesën, shtëpi. mesët të shishba me fëmijë s'ka vakt. Mesën e kam pas, ere mesën këtë, ishtë mërtuja vajzës, e ka punu me mu, Hilallyqe. E kënë shpi ishtë me shkolla. Nuk e ka qefart, nuk e ka qef, veç këda ka dalë, bëma kisi ishte vogël la, të shpësohat të reja. Sa ishtë mirë që të rinë të ruajnë traditën e qepjes së këtyre veshjeve? Mirë ishtë. Të vazhdohet. Mirë ishtë vazhdohet, ishtë mirë. Per inshallah vazhdojnë, e ka një qef të treja. Keni frikë që mbas vite e vite që të harrohen apo të ndrohen detaje, se për shembull ne e shohim atë këmish që tregove, ne nuk e dim që ka ekzistuar ashtu. Nuk e dim. Ke frikë që do zbehet, do ndryshohet, do harrohet ndër vite? Ja, kja traditët tonë dhe të mesin. Për shembull, na si punom, si jena me jeleke me ta, jena 5-6 veta në qenë, na mam këtë la, jena të mosh me tanë më shuar jena,
5 vete që në shoqet të tanë punon bashk, ata punojnë, unë ka disa lekte si jena të tanë lidhuna. Nuk metun kja, veç që se ka më nëshu këmisha, se shalli nuk nëshan. Shalli ka qenë përpare me qevre, e tësh e këna ba këtë qoshe. Shumë maj bukur ka dalë të shishërë maj. Si ishin qevret, ishin me gurë? Ja, kështu, mërkizetit, veç me këtë qoshe e premën. Këtë qoshe, ja, njësej veç me 2 lule, e kja ka 4 lule. 4 lule. Feri, unë të falenderoj për këtë biset. Faleminderit. Faleminderit që ndave pak nga jo e traditës së Ulqinit. Faleminderit që keni ardhë, ju përshëndes me canë të mirat, e ju prift të mara, e rekesenda si për na vjen. Faleminderit, edhe ne ju urojmë një vit të ri, ju urojmë festa të bukura, gëzim në familje gjithmonë. Faleminderit të ri. Shpresojmë që të takomi përsëri me këto risit apo me këtë punë të bukur që bëni. Amin, inshallah, pase, kur doni, me gjithë qef, se unë kam qef të mam 3 ditat. Ere kënaqem kur dasim ften, e më thret një pënajira, unë jam një e moqme adin, sa da nuk jam ere, për kam qef me marrë pjesë e me djeftu, farveshje kena, qëfar traditë është bukra kena. Faleminderit për ju si më keni ardhë. Faleminderit. Por falenderojmë edhe shikuesit e ekranit të televizionit të UTA që qëndrojnë gjithmonë me ekranin ton, deri tek takimi ardhshëm, mirëmbëjtje dhe gëzuar festë.